ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj. Jam këtu për parkun virtual të high-techut apo de facto troplanën e Shkozetit, një skandal, idej për filmat me horror në gjinin e vjedhjeve të pasurive publike. Ja, ky është Silicon Valley i Edi Ramës, Armand Frangut, Fatmir Troplinit, që quhet Durana. Durana. 3 vite më parë, se ka historinë e vetë, një nga gjigandët e high-techut vendosur në Ukrainë, EPAM, pas shpërthimit, pas agresionit rus ndaj Ukrainës, vendos që të spostoj sipërmarrjen e tij të madhe në një vend tjetër dhe për zgjedh Shqipërinë. Presidenti i kësaj kompanie ndër më të fuqishme në botë, me xhiro miliarda dollar, vjen në Shqipëri dhe pritet nga kreu i organizatës kriminale Edi Rama dhe Agaçi me asistenten e tij Elira Kokona. Ai paraqet projektin e tij, dëshirën dhe vendimin e kompanisë që të gjithë sipërmarrjen e tij të madhe në Ukrainë ta spostoj në Shqipëri, por për këtë qëllim kërkon krijimin e një zone si të kishte me kushte të favorshme, me disa kushte të favorshme në Ukrainë. E vërteta është se kjo ju premtue se Ramaduro filloi të flasë për Silicon Valley në Durrës, por me njëherë kthetrat e egrat mafjes shqiptare përvetësuar projektin dhe kompania precizoze amerikane nuk gjeti asnjë mundësi që të investonte në këtë vend. E zhgënjur, e dëshpruar, pa që kishte bënte me një narkomafje të pa shembullt, dhe si përfundim, këto livadë dhe ara që shifni këtu janë troplana e Edi Ramës. Vendimi u mur, zona u shpall, dhe në këtë zonë u regjistruar 46 kompani të cilësuara me silver, gold
Platinium. Që të gjitha këto kompani, po thuj të gjitha pa përjashtim dhe përjashtim të vogël, antare të Këshillit të krijuar me ndarmarrja IT-e nga kryemafiozi i IT-s shqiptare Ermal Beqiri, alias Armand Frangu, ose Armand Frangu alias Ermal Beqiri. Jo se Beqiri nuk është real, se ai është një delinkuent që në vitin 2000, fund të vitit 2013, vodhi 20 milion